Çdo prill ju kujtoj në kohën e caktuar, që është data, që kemi ardhur, dhe mungoni shumë. Faleminderit juve që na keni bë mundi në shtëpinë tu. Nuk janë dy motra që flasin në telefon, por dy shoqe të ngushta që jeta i bëri të tilla. Më 7 prill 1999, mbi 10.000 kosovar hynë në juglindje, ku qëndruan në kampe, e për të tjerë u hapën dyert nga familjet për t'i mirëpritur. Familja Hoxhallari nga Biranji Korçës mirëpriti familjen Morina. Gruaja e shtëpisë tregon se vendimi ishte i menjëhershëm, ndërsa jo vetëm hapën derën, por vendosën të jetonin bashkë me ta, pa asnjë lloj diference. Ishin dy burë e grua, Fatmira me të ndjerin, tash sa vdiq të dy, edhe 3 fëmijët e afrimit kishin dhe një nip për vllaj. Ne kemi jetuar bashkë, gatuanim, hanim, pinim, lashim të tërë bashkë. Vetëm dhomën kishin ata më vete që flinin. Ishin njerëz të përkryer, ishin intelektualë. I kemi përcjellën me keqardhjen më të madhe, domethënë. Ata po erdhën në Shqipëri, këtu do vinë, se s'ben. Fatmire Morina nga Kosova tregon kujtimet e asaj dite, ndërsa thekson se shtëpia shqiptare që hapi dyert nuk i mbylli kur më, e sot janë miq të pandar. Kur i kam martuar djemt, kam qenë në dasëm të gjithë, e kemi lidhen familjare, do të thotë e kemi ngrësin tamam sin familje. Unë e di veten si të vllazërit e mi. Më la si kujtim të mirë pritja prej të zotit shtëpisë, që i tha bashkëshortit tim, tha që sot tha unë e ti jemi vëllezër. Dhosh zoti e të shkoni nesër të çlirohet Kosova. Po dhe kur mos të shkoni gjithçka çka është e imja është edhe juja. Edhe jemi bërë shumë në të familje. Në një datë që historia e ka shënuar me dhimbje, zemrat shqiptare e kthye në simbol të solidaritetit. 7 prilli i vitit 1999 nuk mbetet vetëm një kujtim i një kohe të vështirë, por një dëshmi se mikpritja dhe humanizmi nuk njohin kufi. Familja Hoxhallari dhe familja Morina tregojnë se lidhjet e krijuara në momente të vështira zgjasin më shumë se çdo kohë, duke u kthyer në një histori miqësie që vijon të jetojë brez pas brezi, një histori që dëshmon se edhe në ditët më të errta, shqiptarët dinë të jenë dritë për njëri tjetrin.